Tema 128, lutja që thuhet për largimin e kurthit të shejtanëve më të këqij. Kjo është një lutje speciale. Kjo është një lutje speciale që thuhet kur e ndjen veten që ka mundësi ke pas ndaj farlloj sulmi prej shejtanëve. Kjo besoj se secili prej neve ka vret nga një herë natën ose nga një herë në një moment caktuar, e vren veten është një farë ndjenje që ndoshta edhe nuk din ndoshta edhe me shpjegu. Këtë dua ja ka mësu Gjibrili pejgamberit alayhis salam. Domthon a'udhu bi kalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a wa min sharri ma yanzilu min as-sama' wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ard wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli wan-nahari wa min sharri tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Ju mbledh këtë shejtan të kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Masi s'kan mujt me ndal ndryshe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju mbledh një herë këtë së bashku. Thot transmetim, ju mbledh prej luginave të ndryshme, prej fiseve të ndryshme të shejtanëve, edhe kanë thonë po shkojnë pe djegmi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ka ardhur Gjibrili te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thonë o Muhammed, thuj, fol, thuj që dua. Do të thuj diçka. Ai ka thonë çka më thon? Ka thonë thuaj që doa që e lexova unë, për lexoj edhe shqip, kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut, të cilat nuk i kalojnë dot, as të mirët as të këqijt, nga sherri i gjithçkaje që i ka krijuar, nga sherri i gjithçkaje që zbret nga qielli, nga sherri i gjithçkaje që ngritet në të, nga sherri i çdo krijese mbi sipërfaqen e tokës, nga sherri i çdo gjëje që del prej nën toke, nga sherri i sprovave të natës dhe të ditës, nga sherri i çdo ndodhie, përveç një ndodhie që vjen me të mirë o mëshirues. Përfshin krejt ta sherrët që ka mundësi me godit njerin. Sherri i shejtanëve, bila në hadith përmendet meradati shayatin. Shejtanët më të këqij, më të rrezikshëm, i mbledh për me sulmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në ndesën e kaluam e treguam domon disa forma që shirmunu me sulmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe banorët e Mekës, disa forma jashtë formave normale, përmes magjisë, e deni domthon, përmes mësyshit, përmes formave ndryshme. Një prej këtyre është edhe shejtani herë mbledh këtë bashkë dhe i mundu me sulmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Allahu ja ka thonë çto fjalë dhe këto fjalë ka qenë mbrojtje për të. Me fjalë të përsosura kërkojmë mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut, të cilat nuk i kalojnë dot as të mirë dhe as të këqijt. Këto fjalë të përsosura dietar kanë thonë ose është për qëllim Kurani, që është fjala më e përsosur, e që fjalët e Zotit janë më të përsosura, ose është për qëllim krijimi i Zotit edhe urdhri i tij në krijim. Domthonë çdo gjë që Zoti don me vendos, andaj kërkojmë mbrojtje për kësaj fuqie të madhe të Allahut azza wa jall, nga çdo gjë që ka mundësi me ndodh. Nga sherri gjithçkaje që ai ka krijuar, çdo gjë që ka krijuar pe sherrit. Nga sherri gjithçkaje që zbret nga qielli. Ka hunë dietarët është për qëllim dënimet që ka mundësi me ardh pe qiellit për Allahut azza wa jall për shkak veprave të njerëzve. Kurse pjesa e dytë, nga sherri gjithçkaje që ngritet nalt, çka ngritet nalt pe sherrit? Kush e din? Çka zbret poshtë, ka mundësi me zbrit dënimi i Zotit. Po që ngritet nalt? A? Kjo është. Gjinohet. Pse sherri gjinohet? Se nëse shkojnë nalt gjinohet pe neve, ato të kthehen, nëse spendohet robi, kthehen me punë këqija. Domthon, mund me pas pasoja tani pe kësaj natë. Faktikisht robi pastaj kërkon pe Zotit me rujtën pe sherrit gjinohave. Nga sherri gjithçka që ngjitet në të, nga sherri çdo krijesë mbi sipërfaqen e tokës. Tash pe veçon. Masi që thanë nga sherri çdo krijesë që ka kriju, pastaj vonë nga sherri çdo krijesë mbi sipërfaqen e tokës. Pastaj çdo krijesë nën sipërfaqen e tokës. Pastaj çdo krijesë ose çdo sprovë që vjen natën, zakonisht provat e rona vijnë natën, edhe pe xhenëve, edhe kështu, subhanallahu. Nga sherri çdo ndodhie përveç një ndodhie që vjen me të mirë. Kjo është mënyra donë që është përdorur në hadithe pejgamberit sa më shpesh, që një herë e përmend formën e duas në mënyrë përgjithshme, pejgamberi sa me 2-3 fjalë përfshin shumë sene, pastaj fillon mi detajzu.
Për shembull, nga sherrri i çdo gjë që ka kriju. Këtu hin edhe sherrri i ditës, edhe sherrri i natës, edhe sherrri i tokës, edhe sherrri nën tokës, apo? Çdo gjë që ka kriju. Po pastaj pejgamberi më veçon. Mënyrë domthon specifike i përmend sherrri që është mbi tokë, pe njerëzve, pe gjallësave, pe krijesave të frikshme. Sherrri që është nën tokë, pe gjallësave që ka mundësi me dal pe nën tokës. Sherrri që ndodh ditën, sherrri që ndodh natën që është hala më specifik, hala më i mundshëm, për arsye që hala më shumë me kërku pe Zotit me mbrojt. Edhe më kon vazhdimisht gjuha e tij e lagër me dhikr, me përkujtim, me lutje, me dua ndaj Allahut azza wa jall. Kjo është edhe cilësia e besimtarëve, cilët që thot Allahu azza wa jall, ata cilët e përmendin Allahun shumë. Ti mundesh me bëni dua në mënyrë përgjithshme, o Zot, çka unë pejgamberi nëse don dikush me shkurtu duan, le thojnë o Zot, po të luas me atë që të ka lut pejgamberi selam. Jep me atë që të ka lut Zot pejgamberi me mallon. Edhe rujin prej asaj që ka lut pejgamberi më ruaj pesojna. Mjaftoi krejta henën këtu shako, a mo çika shpejt nuk i përket një muslimanit. Në një rast po, kur është a mo përgjithësi muslimani kur e ka një derd, duhet me lut Allahun me forma, me bo një falloj teatrimin lutje, me bo stilet ndryshme të lutjeve. Sikur kur e ka dikush një hall, edhe e din që veç një person ja zgjidh atë problem. A shkon ai thot filan, a mundesh ma zgjidh atë problem? Po jo, selam aleikum. E di që veç çaj ka më zgjidh. Në herë shkon çështu, në herë çështu, në herë çështu, në herë kështu, në herë në tokë, në herë përmi tokë, forma ndryshme. Derisa ta gjojnë zgjidhjen e tij. Zgjedhjet e tona janë të Allahu, të gjitha robrave, andaj sa më shumë që e lusmin a Zotin, aq më shumë shpresa për përgjigje është afër. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.